Horoskopi ditor e Mërkur, 18 shkurt 2026. Dashi. 18 shkurti 2026, shkëlqen me mundësi. Hëna përputhet me Marsin, duke rritur energjinë dhe motivimin tuaj. Përdoreni këtë nxitje për të përballuar detyra të vështira që i keni shtyrë. Në punë, një projekt mund të kërkojë aftësitë tuaja udhëheqëse, prandaj merrni kontrollin me besim. Në marrëdhënie, komunikimi është çelësi, shprehni mendimet tuaja qartë për të shmangur keqkuptimet. Një i dashur mund të ketë nevojë për mbështetjen tuaj, dëgjoni me empati. Financiarisht, merrni në konsiderat rishikimin e buxhetit tuaj për të siguruar stabilitet. Nga ana shëndetësore, kanalizoni energjinë tuaj të tepërt në aktivitete fizike si një vrapim në mëngjes ose një seancë joge. Këtë mbrëmje, merruni me një hobi që ju sjell gëzim. Mos harroni, një qasje e ekuilibruar mund të çojë në sukses si profesionalisht ashtu edhe personalisht. Kozmosi ju inkurajon të ushqeni pasionet tuaja duke ruajtur harmoninë në shtëpi. Qëndrueshmëria juaj do të jetë aseti juaj më i madh sot. Përqafoni fillimet e reja ndërsa ato lindin dhe mos u trembni nga marrja e rreziqeve të llogaritura. Demi. Energjia sot, 18 shkurt 2026, është toksore dhe mbështetëse, perfekte për organizimin dhe vendosjen e prioriteteve. Ndikimi i diellit nxjerr në pa rritjen tuaj personale dhe përvojat e të nxënin. Përdoreni këtë kohë për të thelluar në një projekt krijues ose për të avancuar aftësitë tuaja përmes një kursi ose seminari. Marrëdhëniet lulëzojnë në nyjet e sotëm, ndërsa Venusi inkurajon shkëmbime të ngrohta dhe të përzemërta. Individët beqar të Demit mund të takojnë dikë interesant në një ngjarje lokale. Në çështjet e financave, maturia do t'ju shërbejë mirë, shmangni blerjet impulsive dhe përqendrohuni në kursimet afatgjata. Natyra juaj praktike shkëlqen në diskutimet familjare, duke çuar në zgjidhje harmonike dhe mbështetje për planet tuaja. Një qëllim shëndetësor mund të shohë përparim, fal regjimeve ose dietave të reja që keni përqafuar së fundmi. Ndërsa bie mbrëmja, një kohë e qetë me një libër të mirë ose një shëtitje në natyrë do t'ju ofrojë paqe dhe vetanalizë. Mbështetuni në këto kënaqësi të thjeshta dhe mos harroni se durimi është çelësi për të arritur ëndrat tuaja të gjata. Binjakët. Përqafojeni energjinë dinamike që ofrojnë yjet më 18 shkurt 2026. Me Merkurin që ndes ide të thella, është një ditë premtuese për komunikim dhe krijim lidhjesh. Në punë, sugjerimet tuaja inovative mund të tërheqin vëmendjen, duke i shtyrë përpara projektet. Krijimi i rrjeteve vjen natyrshëm tani, prandaj kontaktoni kolegët ose miqtë e vjetër për një bisedë. Në marrëdhëniet personale, keni kujdes me fjalët tuaja. Ndershmëria është jetësore, por ofrimi i tyre është çelësi për të ruajtur harmoninë. Mund të lindin diskutime financiare me të dashurit, qartësia do të sigurojë që ato të jenë të frytshme. Kurioziteti juaj për të mësuar tema të reja ndihet i dobishëm, prandaj eksploroni kurse online që zgjojnë interesin tuaj. Një problem i vogël shëndetësor mund të ketë nevojë për vëmendje, mos e injoroni, pasi ndryshimet e vogla mund të bëjnë një ndryshim të rëndësishëm. Balanconi ditën tuaj aktive duke u çlodhur me një hobi të preferuar. Ndërsa afrohet nata, merrni kohë për relaksim dhe meditim për të përqendruar mendjen tuaj të zënë. Kjo ditë ofron një përzierje kreativiteti dhe lidhshmërie, përqafojeni plotësisht. Gaforia. 18 shkurt 2026, sjell një atmosferë ushqyese të përforcuar nga ndikimi ngushëllues i hënës. Ju jeni në harmoni me emocionet tuaja sot, duke e bërë këtë një kohë ideale për vetanalizë dhe kuptim të dëshirave të brendshme. Në shtëpi, çështjet familjare janë në plan të parë, duke ofruar një shans për të zgjidhur problemet e vazhdueshme me dëmshuri dhe kujdes. Jeta profesionale kërkon gjithashtu vëmendje. Paraqitni idetë tuaja me besim, pasi ato me siguri do të rezonojnë mirë me kolegët. Financiarisht, është një ditë e mirë për të rishikuar investimet dhe për të marrë në konsiderat planifikimin e ardhshëm. Marrëdhëniet romantike lulëzojnë në qiellin e dashurisë së sotme, prandaj planifikoni një moment të veçantë me një partner. Gaforet beqare mund të gjejnë lidhje që thellohen në mënyrë të papritur. Në frontin e shëndetit, ju inkurajoheni të relaksoheni dhe të ushqeni trupin tuaj me vakte të shëndetshme. Mbrëmja sjell një mundësi ideale për një tërheqje paqësore dhe për të kënaqur me një hobi ose muzikë qetësuese. Lëreni qetësinë t'ju rrethojë, duke forcuar qëndrueshmërinë tuaj emocionale dhe duke sjellë qetësi. Luani.
Dielli shkëlqen me forcë të gjallëruar më 18 shkurt 2026, duke ju nxitur të jeni në qendër të vëmendjes. Qoftë në punë apo në mjedise shoqërore, leadershipi dhe karizma juaj ma gjepsin të tjerët sot. Përqafoni mundësitë për të shfaqur aftësitë tuaja dhe kërkoni sipërmarrje të reja që ju sfidojnë dhe ju entuziazmojnë. Në romancë, shprehjet e sinqerta të admirimit mund të thellojnë lidhjet, pavarësisht nëse po ushqeni një marrëdhënie afatgjat apo po eksploroni lidhje të reja. Financiarisht, merrni në konsiderat vendosjen e qëllimeve ambicioze, duke përdorur shpirtin tuaj sipërmarrës për të eksploruar investime të mundshme. Një anëtar i familjes mund të kërkojë këshilla, mençuria juaj do t'i ofrojë siguri. Nga ana shëndetësore, ekuilibri është çelësi, sigurohuni që të mos jeni duke u lodhur duke planifikuar pushime dhe duke praktikuar ushtrime të vetdijes. Projektet krijuese do të përfitojnë nga frymëzimi i sotëm, kushtoni kohë aktiviteteve që nxisin imagjinatën tuaj. Ndërsa dita mbaron, relaksohuni me muzikë ose duke treguar histori, duke u kënaqur me dashurinë tuaj për dramën dhe talentin. Lëreni zemrën tuaj të udhëheqë dhe dita juaj do të shkëlqejë me momente të arta. Virgjëresha. 18 shkurti 2026 i drejton yjet në favorin tuaj, duke përzier praktikën me kreativitetin. Ndërsa Merkuri mpreh aftësitë tuaja analitike, ju jeni të pajisur mirë për të përballuar detyra komplekse dhe për të sjellë rregull në kaos. Përdoreni këtë ditë për të rafinuar projektet, duke siguruar saktësi dhe efikasitet. Përpjekjet bashkëpunuese shkëlqejnë, prandaj kërkoni punën në grup ku është e mundur, duke lejuar ide të ndryshme të përmirësojnë rezultatet. Sa i përket marrëdhënieve, besnikëria dhe vëmendja juaj ndaj detajeve hapin rrugën për lidhje më të thella. Virgjëreshat beqare mund t'i gjejnë bisedat interesante që bëhen kuptimplote. Çështjet financiare kërkojnë një rishikim të kujdesshëm. Natyra juaj e zgjuar do të ndihmojë në identifikimin e mundësive për kursime ose investime. Mund të lindin shqetësime shëndetësore, shërohuni nga brenda me vakte ushqyese dhe aktivitete të vetëdijshme si shtrirja ose meditimi. Mbrëmja është një kohë ideale për ritualet e kujdesit për veten, ndoshta duke shijuar një hobi ose një banjë relaksuese. Mos harroni, ekuilibri dhe zelli sot mbjellin farat për suksesin e ardhshëm, duke ushqyer si ambicjet tuaja ashtu edhe jetën personale drejt përmbushjes. Peshorja. Në udhëheqjen qiellore më 18 shkurt 2026, ju tërhiqeni nga harmonia dhe ekuilibri në të gjitha aspektet e jetës suaj. Rreshtimet planetare favorizojnë ndërmjetësimin, duke e bërë atë një ditë të shkëlqyer për të zgjidhur konfliktet, qoftë në punë apo në shtëpi. Aftësitë tuaja diplomatike ndihmojnë në qetësimin e çdo tensioni midis kolegëve ose familjes. Në marrëdhëniet personale, bisedat e sinqerta forcojnë lidhjet, duke nxitur lidhje më të thella. Një gjest romantik i papritur nga ose drejt një partneri mund të shkaktojë gëzim. Në marrëdhëniet financiare, mbani një qasje të matur, shmangni shpenzimet për tekat dhe në vend të kësaj përqendrohuni në kursimet strategjike. Ndjekjet krijuese do të tërheqin interesin tuaj, talenti juaj artistik mund të lulëzojë në aktivitetet e kohës së lirë. Në frontin e shëndetit, përqendrohuni në ekuilibër, si dieta ashtu edhe ushtrimet do të përfitojnë nga një regjim i qëndrueshëm. Mbrëmja kërkon relaksim, ndoshta me një ndjekje kulturore ose artistike, duke ju sjellë qetësi dhe frymëzim. Përqafoni ekuilibrin që ofron sot, duke rritur paqen dhe hirin tuaj në tapetin e jetës. Akrepi. Intensiteti i ngjyros më 18 shkurt 2026, pas indikimet qiellore rrisin pasionin dhe vendosmërinë tuaj. Dita ju fton të zhyteni thellë në projekte ose marrëdhënie personale, duke e kanalizuar fokusin tuaj në përvoja transformuese. Ju jeni të shtyrë të zgjidhni çështje të fshehura, depërtimi dhe perceptimi juaj udhëzojnë zgjidhje për sfidat afatgjata. Profesionalisht, kjo është një ditë për të vënë në lëvizje planet, besoni instinkteve tuaja dhe bëni hapa të vendosur përpara. Financiarisht, merrni në konsiderat eksplorimin e mundësive të investimit që i pëlqejnë natyrës suaj hetuese, por sigurohuni që një kërkim i plot t'u paraprijë vendimeve. Në marrëdhënie, ndershmëria dhe cenueshmëria thellojnë lidhjet me të dashurit. Përqafoni momentet e intimitetit, diskutimet emocionale çojnë në shërim dhe mirëkuptim. Në frontin e mirëqenies, kanalizoni intensitetin tuaj në ushtrime fizike si një stërvitje sfiduese ose arte marciale, duke liruar stresin në mënyrë efektive.
Mbrëmja kalohet më së miri në reflektim të qetë ose në një bisedë të thellë, duke i përshtatur dëshirat tuaja të brendshme me realitetet e jashtme, duke thurur forcën dhe qëllimin. Shigjetari. 18 shkurti 2026, inkurajon një përzierje eksplorimi dhe vetanalize në ndikimin optimist të Jupiterit. Dita e sotme ngjall një dëshirë për aventura të reja, qoftë përmes planifikimit të udhëtimit apo shkytjes në territore intelektuale të paeksploruara. Profesionalisht, entuziazmi dhe idetë tuaja inovative sjellin energji në projekte, duke e bërë bashkëpunimin të frytshëm. Ndani vizionin tuaj me kolegët, pasioni juaj është ngjitës. Marrëdhëniet lulëzojnë nga humori dhe përvojat e përbashkëta, planifikoni një dalje spontane ose shijoni diskutime filozofike me të dashurit. Financiarisht, aspektet e sotme mbështesin vendosjen e qëllimeve për prosperitet afatgjat. Rishikimi i planeve financiare mund të zbulojë rregullime ndriçuese. Nga ana shëndetësore, përqafimi i një stili jetese aktiv plotëson energjinë tuaj, prandaj merrni në konsiderat aktivitete në natyrë që fuqizojnë shpirtin dhe trupin. Këtë mbrëmje, një kuptim më i thellë i vetes shpaloset kur reflektoni mbi udhëtimet e kaluara përmes meditimit ose shkrimit në ditar. Lejoni që mendimet tuaja të enden lirshëm dhe zbuloni njohuri që përputhen me aspiratat tuaja, duke udhëhequr ëndrat e ardhshme me qartësi dhe optimizëm. Britsjapi. 18 shkurt 2026, kërkon një qasje strategjike pasi Saturni inkurajon disiplinën dhe largpamësinë. Kjo ditë ofron rrugë të qarta për përparimin në karrierë, ku planifikimi i kujdesshëm mund të çojë në arritje të forta. Projektet mund të kërkojnë vëmendje shtesë ndaj detajeve, prandaj shfrytëzoni aftësitë tuaja natyrore organizative për të përmirësuar proceset. Financiarisht, vlerësoni strategjitë tuaja afatgjata, merrni në konsiderat njohuritë nga mentorët ose këshilltarët e besuar për të rafinuar planet tuaja. Marrëdhëniet personale përfitojnë nga një qasje e bazuar, shfaqja e angazhimit dhe besueshmërisë nxit besim dhe mirëkuptim më të thellë. Romanca mund të kërkojë biseda me zemër të hapur për të forcuar lidhjet. Në frontin e mirëqenies, balanconi punën me relaksimin. Yoga ose tai chi mund të rivendosin harmoninë fizike dhe qartësinë mendore. Një mbrëmje relaksimi të strukturuar, ndoshta duke u angazhuar në një hobi metodik ose reflektim të qetë, mund të rimbush energjitë tuaja. Ndërsa lindin sfida, mos harroni se qëndrueshmëria dhe zelli juaj i lindur do t'i kthejnë pengesat në trampolin, duke hapur rrugën tuaj drejt suksesit. Ujori. Energjia inovative më 18 shkurt 2026, frymëzon perspektiva dhe përparime të reja. Me uranin që ndikon në ndryshim, dita e sotme është perfekte për të menduarit jo konvencional dhe për të eksperimentuar me ide radikale. Profesionalisht, eksploroni metoda të reja që mund të japin zgjidhje unike, mendimet tuaja shpikse nxisin eksitim në mjedise bashkëpunuese. Në marrëdhënie, spontaniteti sjell gjallëri, përqafoni plane të improvizuara me miq ose të dashurit, duke krijuar përvoja të paharrueshme. Ujorët beqar mund të hasin shkëndija në vende të papritura. Financiarisht, klima kozmike e sotme është e favorshme për sipërmarrje sipërmarrëse ose për të rishqyrtuar strategjitë e investimit. Inovacioni është aleati juaj. Nga ana shëndetësore, rutinat konvencionale mund të ndihen kufizuese. Kërkoni aktivitete që ju sfidojnë mendërisht dhe fizikisht, duke promovuar mirëqenie të ekuilibruar. Ndërsa mbrëmja qetësohet, kënaquni me një ngjarje kulturore ose zhytuni në një temë teknologjike ose shkencore, duke ushqyer kuriozitetin tuaj dhe duke zgjeruar horizontet. Përqafoni ndryshimet e sotme me krah hapur, duke e lënë shpirtin tuaj vizionar t'ju çojë drejt kufive të rinj. Peshqit. Energjia ushqyese e 18 shkurtit 2026 ju fton të lidheni thellësisht me veten tuaj të brendshme dhe ata përreth jush. Hëna arrit intuitën tuaj, duke ju udhëhequr përmes rrymave emocionale me lehtësi. Përdoreni këtë ndjeshmëri për të mbështetur miqt ose familjen, duke ofruar atyre ngushëllim përmes mirëkuptimit empatik. Ndjekjet krijuese lulëzojnë nën këto ndikime, shqytuni në muzikë, art ose shkrim për të shprehur përshpëritje të shpirtit tuaj. Në jetën profesionale, qasja juaj e dhëmshur nxit harmoninë bashkëpunuese dhe njohuritë tuaja mund të zbulojnë zgjidhje inovative për çështje komplekse. Financiarisht, besoni instinkteve tuaja, por shmangni rreziqet e mëdha sot, hapat e vegjël dhe të sigurt nxisin stabilitetin. Në frontin e marrëdhënieve, diskutimet e sinqerta rrisin intimitetin, qoftë duke ushqyer lidhje afatgjata apo duke eksploruar lidhje të reja.
Shëndeti dhe mirëqenia përputhen me praktikat e vetëdijshme, të tilla si meditimi, që përqendrojnë energjitë tuaja. Ndërsa dita mbyllet, reflektimi në yje ose prania qetësuese e ujit sjell qetësi, duke përafruar ëndrat me ritmet kozmike. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja. Për ju një like nuk kushton asgjë. Për ne është një ndihmë e madhe.